në fakt vizitën e ish-presidentit Thaçi. Më duket se kjo është në fakt nota e parë që do ta kalojë në Kosovë që prej vitit 2020. Po e pam një vizitë emocionale e zotit Thaçi, duke pas parasysh se ju ka bon e pa drejt, edhe po mbahet pa drejtësisht në hak që 5 vite po bon. Është një vendim i pa drejt, me ju mohu e drejta me marrë pjesë në varrim edhe mas 5 dite me ju dha mundësia me vizitu familjen e tij. Pra, duke pasur parasysh se zoti Thaçi është paraqit vullnetarisht para kësaj gjykate dhe jemi në përfundim të procesit të dëshmitarëve, mendoj se është një tendencë, një qëllim nga një gjykatë kriminale, mund ta quajë, me marrë vendime të tilla aq njerëzore, duke mos ia dhënë mundësinë me ardhë me marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. Pra është dashur me marrë një vendim human. Mirë po, këta po i shkelin gjitha rregullorat, gjitha normat ligjore dhe po veprojnë qëllim shumë me tendenca, me dirigjime, me skenare prej Serbisë, sepse kemi parasysh se pikërisht kjo prokurori ka bashkëpunu në gusht me ata kriminalë të cilët kanë kryer krime në Kosovë. Pra edhe gjithë ai skenar është para përgatit në Serbi edhe sot po zbatohet në këtë gjykatë speciale. Zoti Shala, po për juve, si ishte ajo pamja e ish-presidentit Thaçi teksa bën homazhe tek varri i babait? Për me vazhdu aty ku e la ish luftëtari kështu. Për mua ajo është një nga ato pamjet që tregojnë se që kanë mbrapa një padrejtësi historike, edhe kisha